Assalamu alaikum. Falëndrimi i takon vetëm Allahut xhaleshanuhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm nga ai ndihmë dhe falje duhet kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e kanë ndjekur dhe që do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Nata e Mirajit është nata në të cilën profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bëri udhëtimin nga Qabja e beguar deri në Mesjidul Aqsa. Në këtë natë duhet të shtohen ibadetet, duhet të shtohen tëubet, duhet të shtohen istikfaret, si edhe leximi i Kuranit. Kjo natë është nata e mëshirës, është nata e rahmetit dhe nata e sakrificës, ku të cilët muslimanëve ju shërben si një natë udhërrëfyese për t'i paraprirë muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Nata e Mirajit është ditën e diel dhe përfitoj nga rasti që t'i uroj të gjithë besimtarët musliman pukjan gëzuar natën e Mirajit, duke shpresuar që Allahu xhaleshanuhu na i falë gjinohat tona dhe të na përfshijë në rahmetin e tij. Assalamu alaikum.